God! Oh no! Oh God! Oh God, no! Oh God, no! Mommy! No! 911, what's your emergency? I need help. I had to save my kids. Mom's name is Connie Allen. Gets wearing the car when it started to roll. She threw herself underneath to stop it. She used her own body as a speed bump? All right, shot the wheels, cribbing in an airbag. Just checking the kids, make sure they're okay. Copy cap. Kjo është një nën, fëmijët e saj janë brenda makinës, makina po ecën mbrapsht drejt autostradës, dera nuk hapet dhe ajo nuk mendoi dy herë. Shtrihet pas makinës që të ndalojë rrezikun. Dëmtohet rënd, por fëmijët shpëtojnë. Pyetja: kush do sakrifikonte për ty deri në këtë pikë? Vetëm dikush që të do, përtej vetes, përtej ndjenjes, përtej llafeve, sepse dashuria e vërtetë në fakt e kalon emocionin dhe bën atë që duhet bërë. Kjo më kujton një histori. Dikush që zgjodhi të shpëtojë të tjerët dhe jo veten. Edhe ti e gjete, është Jezusi. Jo si figurë fetare në fakt, por si dikush që e dha veten për të tjerët. Dashuria më e madhe është kur dikush jep jetën për të tjerët, pa llafe, por me vepra. A ekziston një dashuri e tillë sot? Më shkruajmë në komentën poshtë. Zotit bekoft.